Çka muj me ble me këto 10 euro në Helsinki. Qyshja e mirë. Kështu po shit kanë frita, salmon, patate edhe perime. Kështu akullore, po shtrajt më reku kanë. 5 euro një kukull, 2 kukulla 8,50 euro. Wow, shumë mirë. Pijet energjitike 4 euro gjys, do me thonë 2 sene i ble edhe shkojnë shpi. Me shku me bërë një kafe qëtu ku peshini edhe një shishe me ujë se mu ka tërë goja tu hez pi ati e dhejtë tu. Hajde tash po jina me edhe ata këqyri sa po kushton një kafe edhe një ujë. Qinët e kafës po kanë qëtu. Dhe me thonë, një kafe latte, po kushton i ka një euro të avaj. Shumë mirë do të. Kjo sira po ekstra që e këto, do me thonë, këto ekstra që ato për shembull nej vanilja, mi dhanë shije për shembull kafës. Ka të vëtë një kofe, edhe i shtova pak shije to, për më dok me e mire. Edhe sa metën, tash 5 euro jo, 7 euro e 60 cent kanë met. Tash të qëra dhe isa kur kena me që me këto pore Helsinki. E mora një kafe edhe këto, do me thonë 2,40 euro edhe 1,80 euro sa po kushtojnë i ki kërk dhe birë 60 mega e dyrë. Okej, 4 euro 20 centë më kanë shku veç për sot e dyja. Tash ta këqyrim që këna me bo. Cheers! Cheers! Tash njerëz e mi ullë që tu, po e shiu këtë vend në kur këtu, jena të pi kafën që e kemi blekë. Që kjo që tu që peshini, në anën e djath, o tu munu me në shqit tira, për mi marë disa para, dhe me fitu se si pas kam net pare të në gjep, po dalë me nashit birat edhe me marë pare. Po nësë si e natu për të. Ka pa flokë së shumë te për nëzet, ka djesh si qofa, e tash kemi ardhë me një vend qëtu, ta bestat e mi po dajnë me hongër amelcin. E ke amelcinat shpetiret sa mbusa tronk. Zdi, në qysh një par amelcine e mirë po ka. Asi ti porositim ju tregoj se qka janë. Kina janë që i kena porosit. Tash, do me thonë, kena mi qkull, kena mi hongër prej qëta. Shumë të mira po doken. Ta këqyrem që fa shije kanë. Bashla. Bashla. Hajde bojna. E qkulle që kjo amalcina në ja. Që videone shumë për vje marë. €2.95. Ünlü gülüşü diye bir şey var ya böyle.
Yok zengin gülüşü deniyor ona. O da fakir gülüşü. Aynen. Nuk e di se çfarë shije ka duna me hongër. Ama në shpiku me hongër se që mund të njerë ku me hongër Amalsin. Katër dhe centëm nga net krejt prej 10 eurove. E këto pare sot e blej një çikollat vogël. Këtu në market.